Fatkeqësia është kur udhëhecit fetar bëhen pjesë e atij radikalizmi, ose udhëhecit fetar rrinë heshtur me radikalizmin. Ka ndodhur, ajo nuk duhet të shkojmë më larg, ka ndodhur me heshtja e kishës sërbe ndaj genocidit ndaj shqiptarëve. Heshtja ka qenë shumë e egër. Nuk do të thotë se i gjithë kombi sërb ka qenë i heshtur. Ka pas njerëz brenda vetes që kanë pas ndjesinë njerëzore, thonë, kjo çka ju ndodh nuk është mirë, por ka qenë biseda të brendshme, nuk ka qenë publike që dalin një grup dhe ta bëjnë. Dhe nëse shohim tash se një individ bëri diçka në emër të fesë, nuk do të thotë që e ka bën emër të fesë, ai ka bën emrin e vet, se ndjesia e tij, dashuria e tij, në Islam shumë pastër thotë Zoti krijoi njeriu me shëmbulltyrën e tij. Dhe në Islam thuhet se nëse njeriu ishte krijesa më perfekte e Perëndis, si mundet ne ta duam Perëndin mos respektojmë njeriu?